Në një rast tjetër, presidenti i Venezuelës Nicolas Maduro ka deklaruar që mafia shqiptare po ndërhyn në zgjedhjet e vendit të tij për të manipuluar ato apo për të sjellë destabilizim në vendin e tij. Sa e fuqishme është në të vërtetë mafia shqiptare, duke nisur nga Amerika e Jugut deri në vendet e Bashkimit Evropian. Jam i bindur që vaksinat e Covidit ka ndikuar shumë në këto vende. Është deklaratë e vërtetë është. Shiko, të një shtet i cili nuk e din çfarë do thënë zgjedhje, një shtet që s'ka bërë zgjedhje asnjëherë, një shtet i cili nuk e di a ekziston fjalia demokraci. Del edhe flet për ndërhyrje të procesit të brendshëm nga shqiptar. Tani çfarë të them, nuk e di. Do të them që populli shqiptar duhet të gëzohet sepse në historinë e vet pas 90-s ndërhyka edhe në procese të një vendit që është antidemokratik. Nuk e di çfarë të shpreh. Ndoshta mos eksportojnë eksperiencën që kanë në Shqipëri me manipulimin e zgjedhjeve dhe e çojnë drejt Venezuelës. Po normal, është model, ne jemi vendi model. Do të shikosh se si zhvillojnë zgjedhje këtu edhe vjedhje bashkarisht me zgjedhje dhe votimet, ne jemi model. Mund të ndodhë kjo gjë, pse jo? Pyetja ime konsistonte që kaq e fuqishme është mafia shqiptare sa që ndërhyn në procese zgjedhore të një vendi tjetër dhe kaq e fuqishme është që të aktivizojë kartelet e drogës nga Amerika e Jugut drejt vendeve të Bashkimit Evropian? Nuk jam dakord me fjalën shqiptare. Po ta specifikoj për qenë të qartë, prandaj. Po jo, unë prandaj po e specifikoj, mafia ekziston, bandat kriminale ekzistojnë, organizata kriminale ekzistojnë, organizata terroriste ekzistojnë, përfshihen edhe shtetas tanë, edhe shtetas të huaj, që bëjnë bashkarisht vepra të rënda penale që nënshtrojnë kodit penal në vendin ku kanë kryer veprën penale, apo në vende që kryen bashkarisht veprën penale. Por që të më vendosësh mafën shqiptare dhe të etiketosh mafën në emrin shqiptar, kjo është tragjedi. Në rast se ti do të më etiketosh mafën në tërësi dhe veprëmtarinë kriminale në raport gjithmonë me shkeljet që bëhet në mos përputhje me ligjin që është të kodit penal, atëherë mund të them që personat kanë shkelur dispozita të normuar të mbrojtura nga ligjvënësi që janë të trafikimi drogës, krimtari kriminale dhe gjitha këto, normalisht do të them jam dakord, por që unë të vendos titull shtetësi tek një mafje nuk e bëj sepse sekreti është ky. Kur një person ka një shtetësi, pra quhet shqiptar dhe bashkëpunon me një italian ose shkon në një vend të huaj, po patjetër detyrimisht do të bashkëpunojë edhe me një shtetas të vendit aty. Se ai që jeton bashkarisht me një shqiptar në një vend të huaj, detyrimisht do asistohet edhe nga një vendas. Prandaj unë nuk e quaj mafia shqiptare. E quaj mafia, po jo shqiptare. Të rikthehemi sërish te Spaku. Si e shikoni ecurinë e Spakut në vijim sa i përket 4 vitet të ardhshme, po themi të qeverisjes së kryeministrit Edi Rama, dhe cili do jetë niveli i goditjes së Spakut, qoftë sa i përket krimit të organizuar, por qoftë edhe zyrtarëve të lartë të korruptuar apo figurave të fuqishme politike që ndodhen afër kryeministrit Edi Rama, të cilët mund kenë të njëjtin fat si Erion Veliaj. Arrestime patjetër do ketë, e di pse do ketë arrestime, sepse çfarë bëri partia? Partia bëri këtë. Kur binin dakord bënin korrupsion, e bënin. Kur gjatë kohës kur kanë bërë korrupsion, u prishte pazari, normalisht njëri spionon të tjetrin. Se unë tani edhe ti jemi realist, nuk e dim çfarë bën një ministri tani. Në rast se nuk na e thot një i brendshëm, ne s'kemi nga ta dim si do bëhet korrupsioni dhe si do bëhet vepra penale brenda llojit. E kemi të pamundur të marrim informacion. Edhe sikur të marrim të gjithë inventarin dhe sikur të marrim të gjithë dokumentat, është e pamundur ne të evidentojmë një vepër penale. Duhet dikush na thotë çfarë është bërë sekreti. Duke qenë në këto kushte, normalisht nga shumë kallëzimi që ekzistojnë në SPAK,
është e sigurt që do të ketë procedime dhe arrestime. Tani, a do të jenë të nivelit të lartë? Patjetër duhet të jenë të nivelit të lartë, sepse SPAK-u duhet të punojë në interes të partisë dhe nuk mund të punojë më në interes të kushtetutës. Një kjo. 2. Zoti Dumani është futur në SPAK në 2020-ën. Zoti Rama është në pushtet në kushtet që jemi sot deri në 2029-ën, pra do thotë që Zoti Rama do përcjelli të gjithë ata të cilët janë futur në SPAK në 2020-ën dhe do t'i përcjelli drejt 2029-ën. Pra do të thotë, Zoti Rama dhe zotri dhe zonja që janë në SPAK do i përcjelli Zoti Rama, që do të thotë, në rast se këta janë të zotë të përcjellin politikën shqiptare ashtu si duhet dhe janë të zotë flas, dhe jo janë në frikën e palcës e cila nuk i dihet nga do t'i vi, normalisht do bëjnë detyrën e tyre. Por unë jam i bindur që Zoti Rama do t'i përcjelli në 2029. Kush mund të jenë kokat më të rëndësishme që ndodhen afër kryeministrit Edi Rama që mund të priten nga SPAK-u, por edhe që mund të sjellin ndryshime konkrete në qeveri apo dhe në politikën shqiptare? Nuk besoj se ka emra konkrete momentalisht, ajo që mund mendoj është kur Zoti Rama nuk kënaqet më, nuk intereson më një person, normalisht i tregon përgjegjësia është individuale, merr katalogun aty, merr atë menun çfarë është aty, gjë avokatët për të mbrojtur, sepse Partia Socialiste dhe unë nuk jam avokati jot, pavarësisht se ti e ke qenë bashkëpunëtori im. Emra konkrete nuk ka momentalisht. Kur Zoti Rama të mendoj kush janë, menjëherë i shkarkon edhe ata fillojnë edhe merren. Belinda Balluku, për shembull, në fushatën elektorale është parë e diferencuar ose distancuar nga kryeministri Edi Rama, pra nuk ka qenë ajo afërsi siç ka qenë më parë, pavarësisht të rezultatit që ajo arriti në Fier. A është një shenjë kjo se Balluku mund të ketë të njëjtin fat si Arben Ahmetaj? Edhe si Veliaj. Apo dhe si Veliaj. Është bërë një burg i mirë atje në Pogradec, lart për gratë. Është shumë i bukur. Është me standarde, flas vlerësim maksimal. Shiko tani të më vërtetën këtu. Zonja Balluku ka bërë një fushat, ka bërë një përpjekje të mirë për të dukur e mirë dhe e shkathët dhe e kualifikuar të kryetari i Partisë Socialiste. Por ajo që mua më shqetësoi dhe ju ma sollët shumë mirë në vëmendje dhe në pyetjen tuaj rastin e zonjës Balluku, ishte që në të njëjtën kohë u kallëzonte në SPAK zonja Balluku nga Partia Demokratike dhe në të njëjtën kohë u kallëzonte nga shqiptarët e diasporës zonja Balluku për një tender të Ministrisë të Infrastrukturës. Tani të arrestoj, për shembull të kallëzoj unë ty që vi nga jashtë, sa kam aberin çfarë do këtu brenda. E çoj kallëzim penal të gatshëm për ministër, për zëvendës kryeministër dhe ministër të infrastrukturës, mua të them vërtetën më të bëhet çudi. Është si ajo lojë që të thash, kur i brendshmi mbaron me ty, ja përcjell atij jashtë dhe i thot kundërshtarit tani vëlla çoj ti sepse unë nuk e çoj dot. Prandaj mendimi im është ky që edhe për zonjën Balluku kam dyshimet e mia që mund të përfundoj, po do përfundoj sepse do të mbaroj marrëveshja politike me Edi Ramën para kohe ose pas kohe, do të jetë mundësia e Zotit Rama që ta mbroj dhe ajo do të ketë ndonjë fat si Zoti Veliaj. Është herët për ta parë, por në rast se do të kemi një vajtje të zonjës Balluku në SPAK, normalisht diçka mirë nuk po shkon.